Pamjet që po shihni përkasin vendit ku ekzekutua me breshëri plumbash në orët e para të mëngjesit të së martës, rreth orës 00:50 minuta, në lagjen 18 të Durrësit Ermir Dedja. I veshur me kostum sportiv, viktima 29 vjeç po lëvizte në këmbë pranë qendrës shëndetësore të lagjes. Sipas burimeve nga policia, persona të maskuar duke shfrytzuar lëvizjen e tij në këmbë, qëlluan në drejtim të tij me automatik. Në momentin e atentatit, eriu ka qenë duke zbritur nga makina, kur autorët, ende të pa identifikuar, i zun prit duke qelluar me breshëri Kallashnikovi. Burime policore bëjnë me dije se viktima ishte e njohur për autoritetet pasi është skeduar për përfshirje në trafik droge dhe vepra të tjera penale. Në vitin 2015, Ermir Dedja u arrestua pasi kishte shitur drogë një grupi personash që synonin ta transportonin atë nga pika kufitare e Morinës drejt Kosovës. Në një tjetër rast, në vitin 2017, ai është arrestuar pasi kishte përkrahur Ismail Nureddinin në një plagosje në Shiak. Sipas burimeve, eriu dyshohet se kishte pasur konflikte me persona të tjerë dhe dyshohet se autorët i kanë zënë prit në orët e para të mëngjesit të së martës. Nga hetimet paraprake, rezulton se autorët e kanë mbajtur në vëzhgim viktimën dhe kanë ditur saktësisht orën kur ai do të dilte nga banesa. Zona ku ndodhi ngjarja është mbuluar me kamera sigurie për shkak të pranisë së disa qendrave mjekësore private, çka e bën të mundur mbikëqyrjen thuajse të plotë të rrugës. Oficerët e krimeve kanë sekuestruar pamjet filmike për të gjurmuar lëvizjen e autorëve dhe identifikimin e tyre.